Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, falënderimet I takojnë Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe salamat I dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira e Zotit xhallahu ala qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij, sinqer besnik, edhe mbi të gjitha ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Jemi në prag të fillimit të muajit të bekuar të Ramazanit dhe në kuadër të ligjëratave në të cilat ligjërata apo në të cilin cikël shpalosen bukuritë e krijimtarisë së Allahut Azza wa Jall, e prej krijimtarive që Allahu Azza wa Jall I ka përsos është edhe krijimi I xhenetit të tij. Për atë arsye, muaji I bekuar I Ramazanit emërtohet njëkohësisht edhe muaji I xhenetit, nga se në këtë muaj gërshetohen vepra nga më të ndryshme, o fjala vepra të mira të cilat mundet muslimani me I vepru. Ligjërata e sotme ka të bëjë konkretisht një çështje e cila është prej të dyrëve të xhenetit dhe ka të bëjë direkt me agjërimin e muajit të bekuar të Ramazanit. Thamë më herët se xheneti është krijesë gjigante, të cilën e ka krijuar Allahu Azza wa Jall, gjerësia të cilit është, çush ka thonë Zoti, wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allahu e ka kriju në xhenet gjerësia e të cilit është sa gjerësia tokës edhe gjerësia e qiejve, që do thotë xheneti është shumë I gjerë dhe ka vend për të gjithë ata të cilët punojnë për xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Prej bukurive të xhenetit, Allahu Azza wa Jall ka bërë që ky xhenet të ketë të dyer dhe secila derë e ka emërtimin e saj. Dhe në secilën derë futet vetëm ai I cili ja ka bërë hizmetin asaj vepre apo asaj pune me të cilën vepër dhe pune ka emërtuar Allahu Azza wa Jall derën e xhenetit. Çështja e parë në këtë ligjërat është, thamë që xheneti pas ka të dyer. Atëherë, cilët na qenë kanë dyert e xhenetit? Dera e parë e xhenetit është dera e xhihadit, luftës në rrugën Allahut Azza wa Jall. Dera e dytë e xhenetit është dera e namazit. Dera e tretë e xhenetit është dera e agjërimit, e cila është emërtuar Er-Rayyan. Dera e katërt e xhenetit është dera e sadakas, që në kuadër të saj futet edhe zekati. Dera e pestë e xhenetit është dera e respektimit të prindërve. Dera e gjashtë e xhenetit është dera e teubes, dera e pendimit. Dera e shtatë e xhenetit është dera e atyre që mbështeten në Allahun Azza wa Jall, edhe dera e fundit e xhenetit është dera e dhikrit apo përmendjes së Zotit xhallahu ala, që dietarët kanë thonë tek dera e parë, dera e xhihadit, mund të futet dhe përfshihet edhe haxhi, për shkak se Islami është fe e drejtë. Andaj për gratë xhihadi nuk është obligim, por kur është pyet pejgamberi sa nga Aisha, çka është që I afrohet xhihadit, mazina se kemi obligim si gra me prezantu luftë, tha pejgamberi sallam xhihadi I grave është kryerja e haxhit. Andaj për burrat vlen xhihadi, ndërsa për gratë është haxhi. Andaj qenë ka një derë në xhenet prej të dyerve, e cila emërtohet Babur Rayyan. A ka argument për këtë derë apo për këto dyer të xhenetit? Normalisht se në këtë fe nuk ka diçka që emërtohet, dhe thot, apo cilësohet pa u bazuar në argumente të shëndosha profetike apo kuranore. Transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi në Sahihun e tij se pejgamberi sa në një hadith I ka përmend 4 dyer të xhenetit. Dhe pastaj kur I ka përmend këto dyer, ka thonë: "Faman kana min ahli al-jihad du'iya min babi al-jihad." Kush ka qenë pra atyre që kur u dash me tregu trimni, edhe kur u dash me lon pasurinë, familjen, tokën dhe me mbrojt fjalën e Zotit dhe fenë e Zotit, pra me shkuën xhihad, e ka bërë një gjë të tillë për Allahun Azza wa Jall, du'iya min babil jihad, ka mu thirr në xhenet nesër nga dera e xhihadit me emër dhe mbi emër. Faman kana min
ehli salati du'ya min babi salat. Kush ka qenë pra atyre që e ka fal namazin, që namazi është një prej 8 dyrëve të xhenetit, ka mothir nga dera e namazit. Faman kana min ahli siyami du'ya min babi rayyan. Kush ka qenë pra atyre që ka agjëru Ramazanin, ka mothir nga dera e xhenetit që quhet ar-rayyan. Faman kana min ahli sadaqati du'ya min babi sadaqa. Kush ka qenë pra atyre që ka dhënë sadaka apo zakat, ka mothir nga dera e xhenetit e cila emërtohet dera e sadakas. Para se me kalu tek hadithi që ka shënuar Imam Tirmidhiu nga Sahli ibn Sa'd Sa'idi, që aludon prap argumenton se dera e xhenetit e treta është ar-rayyan, desha me cek atë që kanë cek ulemaja që është interesante. Në fillim, nëse ju kujtohet të cekëm ajetin ku Allahu tha për xhenetin që gjerësia e xhenetit në tërësi është sa gjerësia e qiejve edhe e tokës. Ndërsa distanca mes dyrëve të xhenetit, këto të dyrëve që janë cek në hadithe, është sa largësia mes Mekës edhe Basras. Dhe largësia e tillë është prapsisht 1562 kilometra. Pra ka vend për të gjithë. Vetëm duhet me i përvjell krahët edhe me punu. Argumenti i dytë e shënon Imam Tirmidhiu në Sunenin e tij nga Sahli ibn Sa'd Sa'idi, i cili thot se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Inna fil jannati bab." Në xhenet ka një derë, yuqalu lahu ar-rayyan. E ka emrin ar-rayyan. Dhe në këtë derë kanë me hy ata të cilët kanë qenë agjërushëm. Edhe kur të përfundoje hyrja atyre që kanë qenë agjërushëm, nuk ka mundësi mu me hi dikush pos agjëruesve. Pra është ekskluzivisht derë e veçantë, vetëm atë për ata të cilët kanë agjëruar Ramazanin, kanë qëndru pa ngrënë dhe pa pi, pra gjatë tërë muajit të bekuar të Ramazanit. Dikush mundet me pyet dhe me për drejt e ka këtë pyetje: a ka mundësi dikush me hin këto 8 dyrë xhenetit apo vetëm 1, 2, 3 prej tyre? Edhe pyetja e dytë që e pyesin njerëzit: pse Allahu Azza wa Jall nuk tha dera e agjërimit, babu siyam, po tha bab ar-rayyan? Dera e agjërimit e kishim kuptu, sikur dera e sadakas, dera e namazit, dera e xhihadit, emërtimet e njëjta. Pse po ndryshon emërtimi vetëm tek dera e agjërimit? S'po thot babu siyam, dera e agjërimit, po thot babu ar-rayyan, dera e ar-rayyanit. Përgjigja tek pyetja e parë është si vjen. Sahabët kanë qenë njerëz të mëshëm, njerëz që kanë pas vizion të lartë, edhe kanë synu atë që është më e larta. Ebu Bekri, kur i ka dëgju këto hadithe të pejgamberit për dyrët e xhenetit, ka qenë kurioz me ditë. Edhe ju është afru: ja Rasulullah, a bon vaki dikush jashta pejgamberëve me hyrë në 8 dyrët e xhenetit? Për shembull, me ju thirr emrin te dera e xhihadit, dera e sadakas, dera e namazit, dera e agjërimit, dera e dhikrit, dera e tevekulit, dera e xhihadit, do të nga 8 dyrët e xhenetit. A ka mundsi dikush me pas emrin e regjistruar këto 8 dyrë xhenetit? Se dikush është e para, dikush është e treta, dikush është e teta, më rëndësi, a ka doni insan jashta pejgamberëve që e ka të regjistruar emrin dhe ka mothyer nga 8 dyrë xhenetit? Tha pejgamberi: "Naam." Po, kush është ai ja Rasulullah? Tha: "Arjuan takuna anta minhum." Tha pejgamberi: "Shpresoj që ti të jesh njëri prej tyre që Allahu ka më thirr, do thot emrin e tij, do thot nga 8 dyrët e xhenetit." Pse kështu? Për shkak se çush ka transmetuar Imam Muslimi nga Ebi Bekrat radhiyallahu an, që hadithi është i vërtet, thot se një njeri ardhi te pejgamberi dhe i tha: "Ja Rasulullah, kush është njeri më i mirë? Ayu nasi khair?" Tha pejgamberi: "Men tala umruhu wa hasana amaluhu." Ati që Allahu jep jetë gjatë edhe këtë jetë gjasi e mbush me punë të mira. E normalisht shiki ka mothyr nga 8 dyrët e xhenetit. I tha: "Ja Rasulullah, men aswa'un nas?" Kush është njeri më i keq? Tha pejgamberi: "Aswa'un nas men tala umruhu wa sa'a amaluhu." Njeri më i keq te Allahu Azza wa Jall është ai i cili jeton gat ama nuk bën punë të mira, bën punë të këqija. Andaj si ka mundësi ai mothir nga 8 dyrë të xhenetit, ndoshta nuk do thirret nga asnjëra prej dyrëve. Pyetja e dytë është: pse është emërtu dera e agjërimit bash ar-rayyan? Allahu e di më së miri. Dietarët kanë dhënë konkludime, mendime nga më të ndryshmet. Çështja e parë kanë thonë është emërtu ar-rayyan nga se rayyan rrjedh apo e ka sinonim edhe fjalën rawaha. Rawaha është njëri i cili ndoshta është në drejtë dekës.
që nuk ka ujë ku të pije. Ka qellu në shkretin, ku gjas ka pi ujë, edhe tash ky njeri do thot mja ofru miliardët, nuk i prek, nuk afrohet prej afër tyre, por mjaftohet ta gjej një gëllëm ujë. Për shkak se është et shumë. Dhe ka marrë Ar-Rayyan, do thot dera xhenetit për shkak se momenti kur çelet iftari, çaja, do thot që është çaja var etje, do thot largohet me fillimin e çeljes së iftarit. E dyta Ar-Rayyan, ka thonë ulemaja, është emërtu për shkak se besimtari i cili rrin etur, do thot gjatë Ramazanit vetëm për Allahun Azza wa Jall, ku të thirret nga kjo derë, do të pije ujë dhe pas pirjes së atij uji, kanë thonë ulemaja, ky njeri mund nuk ka nevojë për ujë. Hyn xhenet, hyn këtë derë, edhe s'ka mu fund, nuk ka mu vdekje, ky njeri do thotë ka me pi ujë nga dera Ar-Rayyan, apo pas si të afrohet tek dera Ar-Rayyan, edhe më nuk do të ketë etje të cilën e ka pas në dunja zakonisht ku ka qenë agjërueshëm. Edhe e treta e ka marrë emrin Ar-Rayyan, ka thonë ulemaja se njerëzit pa pi dhe pa hungër nuk munden me nejt për askën tjetër pos për Allahun Azza wa Jall. Për shembull, me nejt 15 orë pa pi ujë, 16 orë ose edhe 18 orë, ka mundësi me testu vetëm një ditë për hatër të burrit, apo për hatër të gruas, apo për hatër shefit. Mirë, po me nejt 30 ditë në këtë gjendje, njëri nuk ka mundësi me bu vetëm për Allahun Azza wa Jall. Për të arsye agjërimi është i veçantë, është vepër e cila është sekrete mes robit edhe Zotit xhalla wala. Në pikat e shkurtra, pra kjo ishte, apo ishin disa fjalë të cilat kanë të bëjnë me një nga të dyert e xhenetit. Ajo dera e xhenetit pra është dera Ar-Rayyan, dera e Ar-Rayyanit që është ekskluzivisht për ata që do thotë janë agjërueshëm, do të thirren dhe do të thuhet ajna saimun, ku janë agjëruesit dhe quhen edhe hyn agjëruesit me lenin Allahut Azza wa Jall. Allahu mos na provohet nga begatitë e xhenetit, nga begatitë e këtij muaji të bekuar të Ramazanit, na mësof që të hyjmë në këtë muaj me plot elan dhe me forcë, dhe na mësof që të dalim nga ky muaj duke qenë Allahu i kënaqur me neve dhe duke fituar derën e xhenetit spaku Ar-Rayyan. Pse jo edhe të gjitha. Në takimin e ardhshëm, alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, falenderojmë Allahun, salavatet, përshëndetjet, selamet ja dërgojmë të dashurit Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të nderuar, shikues të nderuar, sonte do të flasim për një temë që është prej temave më me rëndësi edhe prej temave më të nevojshme për gjithë njerëzimin e posaçërisht për besimtarët. Ai është pendimi. Pendimi është një dhuratë e Zotit për robët e tij, që Zoti edhe pikërisht për këtë shkak njeriu e ka krijuar. Se ka pa që është njeri që bën vepra të mira, njëlloset me mëkate, pendohet, kthehet tek Allahu subhanahu wa taala, edhe falet nga Allahu. Saqë Allahu ka thonë, sikurse të dije Allahu që ju jeni njeri të pagabushëm, do t'ju shkatroj si njerëzim, do t'a bjerë një popull tjetër, një njeri tjetër, një krijes tjetër, që aja do të bën vepra të mira, prap do të njëlloset me mëkate, do të kthehet tek Allahu me pendim, edhe të kërkon falje tek Allahu, edhe Allahu ta falë. Kështu që qëllimi që Allahu subhanahu wa taala e ka kriju njeriu, e ka kriju njeriu që është gabimtar. Se Allahu ka kriju melajket ishin të pagabushme. Allahu krijoi botën e xhinëve dhe djajve, ato ishin shumë të gabushur edhe shumë të njëllosur me mëkate. Allahu deshti një krijes mesatare ta krijon, që aja do të adhuron Allahun, prap do t'i bëj mëkat Allahut,
edhe do të anoje gabohet e djajve, do të pendohet, prap do të kthehet në anën e me lajkeve. E kështu që Allahu subhanahu wa taala e dashti këtë krijesë, për shkak se janë krijesa që bëjnë mëkate dhe pendohen tek Allahu. Allahu i thret besimtarët, i thotë: "O ju të cilët keni besuar, pendohuni tek Allahu me një pendim të sinqert. Allahu a fal mëkatet juve, edhe ju shpërblen me xhenetet e tij të larta." Allahu subhanahu wa taala i thotë robëve të tij që robët e njëllosin vetveten me mëkate të shumta, Allahu i thotë: "Kul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Thuaj, o robët e mi, të cilët jeni njëllos me mëkate, i keni të i kalu kufit, mos ju hupni shpresat nga mëshira e Allahut. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Allahu është që i fal të gjitha mëkatet. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahu është shumë falës dhe shumë mëshirues. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Allahu i drejtohet robëve të tij duke i thënë: kthehuni tek Allahu edhe dorëzoni atij. Allahu subhanahu wa taala përveç se le hapësirë që robët e tij të pendohen pa marrë parasysh se sa bëjnë mëkate të mëdha, Allahu subhanahu wa taala i tregon që robët e tij i don që të bëjnë pendim. Allahu thot në Kur'an: "Yuridu Allahu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima." Allahu i don robët që të pendohen, edhe don që ata të cilët kanë shku pas sepsheve të tyre të kthehen me një kthim të madh. Allahu thot në Kur'an: "Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin." Allahu i don ata të cilët pendohen, edhe Allahu i don ata të cilët janë të pastër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Et-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu." Ai i cili pendohet nga mëkatet është sikurse nuk ka mëkate. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: Allahu e shtrin dorën natën që ta fal gjunaqarin, mëkatarin e ditës. Allahu e shtrin dorën ditën që ta fal mëkatarin, gjunaqarin e natës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: dera e pendimit është e gjerë sa mes lindjes dhe perëndimit. Profeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot: dera e pendimit është e hapur derisa njeriu nuk i ka ardhur shpirti te fyti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që na tregon me një hadith kutsi, ku Zoti thot: robi im kur bën mëkat edhe kthehet tek Allahu, edhe thot: o Zot, bëra mëkat, më fal. Zoti i thot krijesave tjera, me lajkeve: me lajke, e shihni robin tim, bëri mëkat, po e din se ka një Zot i cili e fal, edhe unë po e fali atë. Prap robi e përsërit mëkatin. Prap Zoti thot: o i me lajke, po shihni robin tim që po e përsërit me mëkatin, edhe po e din që e ka një Zot që e fal, edhe unë po e fali. Prap e përsërit mëkatin në robi dhe kthehet tek Allahu për herën e tretë. Prap Zoti e fali. Për herën e katërt i thot me lajkeve kur kërkon falje robi tek Allahu, pasi që e ka bu për herë të katër mëkatin, Allahu i thot me lajkeve: me lajke, po e shihni që robi im po e din që e ka një Zot i cili e fal, edhe unë po e fali atë, edhe po i them robit tim: bën çka të duash, se ti je i falun gjitha mëkatet të cilët i ke bu më herët edhe që do t'i bëjsh pas. Nëse marmi margaritar nga historia e të parve, profeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me prezencën e shokëve erdhi një plak në xhami që shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e treguan se ai ishte shumë i shtyrë në moshë. Pothuajse i kishte kaluar 90-tat. Aq shumë i shtyrë në moshë sa që vetllat ja kishin mbulu syt.
edhe u mbante për shkopin e tij dhe i tha profetit: "O i dërguar i Allahut, nëse njeriu bën mëkate që edhe toka s'mund me i majt ato, a mundet që Zoti t'i fal?" Profeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e çoi kokën edhe shikoi plakun edhe i tha: "Vlla, miq, edhe nëse bën mëkate sa mes qiellit edhe tokës, Zoti do t'i falë ato edhe nuk ka dert për to, saqë ai u kthie duke qenë i gëzuar edhe duke bërtit, Zoti është më i madhi, Zoti është më i madhi." Profeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na tregon prej ngjarjeve të mëhershme që kanë ndodhur, kur një person thot i ka vrajt 99 veta, edhe ka kërku njeri që i tregon në rrugën për pendim. Kanë shku dhe një murg, edhe ka kërku prej murgut që ti tregon rrugën sa ka mundësi që Zoti do ta falë atë. Murgi, kur i tregon se ki ka vrajt 99 veta, prej 99 veta ka pas pleq, ka pas gëra, ka pas njerëz të pafajshëm, ka pas fëmijë. Kështu që kur ja tregon historinë se i ka vrajt 99 veta, murgu trishtohet edhe i thot se ti nuk do të falë Zoti. Nga mllefti që e kishte ndaj murgu që nuk i la derë qel, e vrajti edhe murgun. Prap kërkonte derën e pendimit, derisa i gjeti një dietar të asaj kohe që ishte në rrugën e drejtë, në rrugën islame, edhe e pyeti, edhe i tha se a ka për mu pendim. Ai i tha: "Nuk ka kush që mundet të jetë në mes teje dhe pendimit edhe Zotit tënd. Kështu që ka pendim për ty, mirë po duhesh që të largohesh nga vendi që i ke bo gjuna Zotit se të ngërej gjunaj." Kështu që prej rregullave, prej kushteve plotësuese të pendimit është njeriu të largohet nga vendi ku i ka bo mëkat Zotit, derisa ky person e mbledh të gjitha plaçkat edhe niset për rrugë për t'u largu nga vendi ku i kishte bërë mëkat Zotit në një vend ku janë njerëz të mirë që jetojnë, që nuk i bëjnë mëkat Zotit, derisa i erdhi vdekja edhe në rrugë. Mirë po, kur i erdhi vdekja në rrugë, e morën me lajket e mëshirës edhe e shpërblin me xhenet. Kështu që njeriu pa marrë parasysh sa shumë mëkate të mëdha që të bëje, Allahu subhanahu wa taala është falës edhe mëshirues. Allahu subhanahu wa taala, edhe pse njeriu nuk e bën asnjë vepër të mirë mos pendimit, Allahu shndron të gjitha veprat e këqija në të mira. Kështu Allahu tha: ata të cilët pendohen, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha, përveç ata të cilët pendohen, besojnë, bëjnë vepra të mira. Fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Këto janë ata që Allahu u shndron veprat e këqija në të mira. Domethënë edhe vetë njeriu nëse nuk bën një vepër të mirë, mas pendimi, sikurse ky person që e ka gjetë vdekjen në rrugë, Allahu të gjitha veprat e këqija do t'ia shndron në të mira, edhe do t'i shkruan se ai ka bërë vepra të mira. Domethënë Allahu e din të ardhmen e njeriu, edhe pse nuk mundet me bëu njeriu, nuk i jep Zoti jetë për të bërë vepra të mira, prapse prap Allahu e llogarit se ai kishte me bërë vepra të mira. Kështu që sado që tjetë mëkati i madh, sado që tjetë gjuna i madh, ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, djali i ri ka shkuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka bërë një mëkat që kushi nuk e ka bërë më herët, as kushi ndoshta nuk e ka bërë pas atë mëkatin. Edhe ankohet te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thotë: "O i dërguari i Allahut, kam bërë një mëkat shumë të madh." Pejgamberi i thotë: "Allahu të fal." Ai thotë: "Shumë i madh." Ka thonë: "Allah i të fal." Ka thonë: "O i dërguar Allahut, shumë i madh, nuk e dia do të ma falë Allahin." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Allahu është më i madh se sa mëkati, edhe mundet ta falë atë." Kështu që Allahu subhanahu wa taala i fal të gjitha mëkatet. Vetëm li prej neve që të kthehemi tek Allahu edhe të dorëzohemi atij. Ke mundësinë, kjo është muaj që njerëzit zbuten në zemrat e tyre, kthehen tek Allahu më lehtë. Është mundësia më e mirë për t'u kthyer dhe për t'u penduar tek Allahu subhanahu wa taala, t'i japmi fund mëkateve se Allahu subhanahu wa taala na fal. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Falënderimet i takojnë Allahut të lartë madhruar, ndërsa përshëndetjet, salavatet janë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij, dhe gjithë ata që shkuan për shkollë pas rrugës pi peri e pitani ligji. Të nderuar vëllezër, besimtari musliman vazhdimisht punët që i trijnë e ka një synim, ai synim është që me kënaq Allahun e lartë madhruar apo me arrit kënaqësinë e Allahut të lartë. Prandaj edhe kur e shpreson këtë që me arrit kënaqësinë e Allahut të lartë madhruar, normal sinon se pas saj të dhije mëshira Allahut të lartë madhruar, e pas mëshirës së Allahut do të vijë edhe shpërbimi i Allahut të lartë. E normal çdo besimtar musliman e shpreson se do ta marrë për shpërbim xhenetin. Të lumtë ata të cilët punojnë, përgatiten për xhenetin që ka përgatitur Allahu i lartë madhruar vetëm për robërit e tij. Në këtë fjalim të shkurt, ne do të mundohemi paraqesim para juns një shpërblim që i jepet robërve të Allahut të lartë madhruar. E këtu në këtë fjalim do të përmendim diçka në lidhje me një derë që është prej dyrëve të xhenetit, e që dietarët islam në angazhimet e tyre, në studimet e tyre, kanë arritur që kuftojnë edhe të sqarojnë edhe t'i lajmërojnë besimtarët musliman në këto mësime, edhe t'i mësojnë duke thënë se është një derë në xhenet që quhet Babu Dhikr, apo dera në cilën dergin ata të cilët e përmendin Allahun e lartë madhruar shumë. Të nderuar vëllezër, besimtari musliman vazhdimisht duhet me pasur kujdes se si e përmend Allahun e lartë madhruar. Vazhdimisht duhet me patër kujdes se jetë prej atyre të cilët e synojnë xhenetin e Allahut të lartë madhruar, normal pas mëshirës së Tij. Xheneti që ka përgatitur Allahu i lartë madhruar për robët e vet, normal që është një derë, është një shtëpi, është një shpëtim, është një mirësi që i jepet vetëm robërve të Tij. Pra që Allahu i lartë madhruar ja dhuron vetëm se robërve të vet. Ky shpërblim apo kjo mirësi, normal që nëse e shohim në synin e parë, momentin e parë kur lexon ose kur dëgjon, do të shohë se mirësitë që gjenden në xhenet, do t'ja shoh po ndoshta edhe emrin e njëjtë me ndonjë mirësie që gjendet në këtë botë. Mirë po, krahasimi i mirësive që gjenden në botën tjetër për në xhenet, me mirësitë e kësaj bote, do të shohim se apo i vërejmë se atje janë të përhershme. Mirësitë ka janë të përhershme, nuk harxhohen asnjëherë, por edhe njeriu nuk bëhet monoton, por edhe nuk kërkon gjithashtu me ndruat mirësi, sepse kënaqet në atë që ka përgatitur Allahu i lartë madhruar për robin e Tij. Ndërsa nëse shiqojmë mirësitë, mirat në këtë botë, do të shohim se ndoshta emrin e kanë të njëjtë. Mirë po, një ditë prej ditëve do të harxhohet. Një ditë prej ditëve ndoshta i ska do në afati, i del afafi. Një ditë prej ditëve bëhesh monoton apo viti kërkon me ndru. Prandaj, të lumt ata të cilët synojnë mirësitë që Allahu i lartë madhruar i ka përgatitur në xhenet për robërit e vet. Para se të filloj me parakit një shkrim të shkurt, një sqarim të shkurt lidhje me derën e xhenetit, pra Bab el Dhikr, ta dera që nëpërmes saj hinë ata të cilët e përmendin Allahun e lartë madhruar, ja vlen përmenden ajetet kuranore që Allahu i lartë madhruar na tregon se duhet synojnë xhenetin e Allahut të lartë madhruar. E Allahu i lartë madhruar në Kur'an na thot: "Wasari'u ila madhkiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal-ard u'iddat lil-muttaqin." Dhe shpejtoni, nxitoni për faljen e Allahut të lartë madhruar dhe xhenetin që Allahu i lartë madhruar e ka përgatitur për robërit e vet, e gjerësia apo sa është hapësira, arduha as-samawati wal-ard, sa krejqiet dhe toka e për kënë është përgatitur u'iddat lil-muttaqin, vetëm se për të devotshëm. Të nderuar vëllezër, Allahu i lartë madhruar gjithashtu na thot në Kur'an, duke na thënë: "Mathalul jannati allati
وإذا المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. Allahu i lartë madhruar na jep këtë shembull duke thënë se shembulli i xhenetit që Allahu i lartë madhruar e ka përgatitur për robërit e vet, për të devotshmi, tajri min tahtiha al-anhar, që në të lundrojnë lumejt, ukuluha daimun wa bidduha, prytet dhe freskia e këtij xheneti është e përhershme. Tilke uqba alladhina taqaw, e Allahu na thot, i shpërblim është për robërit e Allahut të lartë madhruar të devotshëm, wa uqba al-kafirin an-nar, e shpërblimi pra për robërit e Allahut të lartë madhruar vazhdimisht do të jetë, edhe asnjëherë nuk do të ndërprehet, po gjithashtu na tregon se edhe dënimi për ata të cilët nuk e besuan fjalën e Allahut të lartë madhruar do të jetë i vazhdueshëm edhe asnjëherë nuk do të ndërprehet. Të nderuar vëllezër, Allahu i lartë madhruar në përmes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se Allahu أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Ka thonë Allahu i lartë madhruar, Muhamedi alayhis salam po na tregon, po se kam përgatitur për robërit e mi, çka syri s'ka pa, as veshi s'ka ndëgjuj, as që ka menduar me zemrën e tij, ende me tij pra besimtari musliman se do t'i shohë me të mira dhe do të ketë të mira në xhenetet që ka përgatitur Allahu i lartë madhruar. E prandaj edhe transkretisin ato që jo tot e vërteton, se pejgamberi alayhis salam ka thonë, e vërtetohet gjithashtu me fjalën e Allahut të lartë madhruar që para praktikisht e ka thonë, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Pra është e fshet, nga nefsi njeriu nuk ka mundësi në paramendu se çfarë të mira Allahu i lartë madhruar ka përgatitur për robërit e vet. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin, të gëzimeve që Allahu i ka përgatitur për robërit e vet, jaza'an bima kanu ya'malun. Pra shpërblim për atë se çfarë bën në dunjë që respektuan fjalën e Allahut të lartë madhruar. Të nderuar vëllezër, do ishin dy ajete, apo një fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që na nxit, që na thot, që na tregon që kemi të kapur për besimin, fjalën e Allahut të lartë madhruar, traditën, sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe vazhdimisht sinon xheneti. Në xhenet normal që janë dyrë që në bazë haditheve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, katër prej këtyre dyrëve janë vërtetuara në bazë të hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa disa dy prej tjerëve, pra gjysa prej tyre, pra janë vërtetuara në bazë fjalëve që dietarët islam i kanë aluduar apo kanë aluduar dhe kanë ardhur në përfundim me përpjekjet dhe studimet e tyre që këto dyrë pra janë kështu, se përndryshe besimtari musliman shumë veprime kryen, shumë ibadete kryen, prandaj dhe shpërblimet e Allahut të lartë madhruar janë të shumta, pa numërta se sa do të shpërblehet besimtari musliman në botën tjetër. E Qais ibn Sa'd ibn Ubadah na tregon lidhje me derën e dhikrit apo derën në cilën hin robërit e Allahut të lartë madhruar, të cilët e përmendin Allahun vazhdimisht, na thot kështu, thot babai im do të më dërgoi tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot edhe qëllimi se më dërgoi babai im tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte që unë t'i rri gapi, i shërbej kem një shërbimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht. Edhe normal që me këtë respekt edhe bindje ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se është i dërguar i Allahut të lartë madhruar, edhe bindjen se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është mësuesi i mbar njerëzimit, se prej tij do të shihej hajri në këtë botë dhe në botën tjetër. Thotë babai im sot më dërgoi atje, e unë sot një ditë prej ditëve isha duke i falur 2 rekate namaz, edhe thot kur e përkundova namazin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbas hadithit thot më rathot me këmbën e tij, apo më preki me këmbën e tij. Këtu dietarët sa me kanë komentuar të pjesë, duke e sqaruar se nuk është qëllimi se e ka goditur me lëndu, por si kur bikush kur është afër, edhe kur të prek në këmbën e tij, si shenjë se po du me të kazu diçka. E thot ndërkohë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur mora me tombën e tij, pra një lëvizje për me ta tërheqë vërejtjen se po du me të tregu diçka, i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ela adulluka ala babil min abwabil janna." Dhe
tash po du me të tregu, apo ndryshe komentet që i thënë po, a të tregoj diçka e fyti, një koment vjen thot e pyet ta çka do të më tregosh? Ta do të tregoj ta për një derë prej dyrëve të xhenetit. Atëherë i sahabiu Rabbi Allahu anhum ajma'in i tha gjithsesi o i dërguari i Allah. Dhe drejtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa kjo lutje apo kjo përmendje Allahut, kjo mënyrë përmendjes Allahut të madhruar, la haule wala quwwata illa billah, nuk ka lëvizje as forcë ba mbështetjen e Allahut të madhruar. Pa të përkra Allahu të madhruar, pa ndihmën e Allahut të madhruar. Duke mos e kërkuar Allahun e të madhruar, s'ka mundësi njeriu që me arrit me kry një veprim, pra në qoftë se nuk e kërkon shtetin nuk e kërkon ndihmën te Allahu te lartëmarruar. Prandaj besimtari musliman duhet me qenë pjesë e kësaj lutje, vazhdimisht me praktiku këtë lutje duke thënë la haule wala quwwata illa billah. Pra besimtari musliman duhet me qenë pjesë e kësaj lutje, ku dietarët s'kam thonë se kjo lutje, kjo mënyrë e përmendjes Allahu te lartëmarruar, është pesar prej pesareve të xhenetit. Gjithashtu kanë thonë se besimtari musliman nuk mundet më u largu prej një gjunahi pa e lyp ndihmën prej Allahut të lartëmadhruar, për kjo lutje e përfshin në vetë. Gjithashtu kanë thonë besimtari musliman nuk mundet me kry edhe një adhurim në qoftë se nuk e kërkon ndihmën prej Allahut të lartëmadhruar. Gjithashtu kanë thonë dietarët islam se besimtari musliman në qoftë se kërkon prej Allahut të lartëmadhruar diçka, do të arrijë atë sepse ta lyp mbështetjen tek Allahu i lartëmadhruar. Pra, gjithë si përfundim i këtij mësimi të shkurt me fjalë të shkurta, gjithashtu vlen përmendet se ashabët, shokët e Muhamedit alayhis salam, vazhdimisht sinonin me mësu prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E siminin që kishin me kënaqë Allahun, me arrit kënaqësinë e Allahut, me arrit mëshirën e Allahut dhe në fitu xhennetin që ta përgatitur vetëm se për robët e tij. Alhamdulillahi rabbil alamin. Falënderimet e lavdërimet takojnë vetëm Allahut azza wa jall. Salavat dhe selamat i dërguarit Muhamedit alayhi salatu wassalam. Aqë dhe mëshira e Zotit xhelalu ala qoftë mbi të familjen e tij, shokët e tij sinqer gërsek, edhe mbi të gjitha ata që pasojnë deri ditën e gjykimit. Realisht në ligjëratën e fundit të kësaj ligjëratave të dyja të xhenetit, edhe dera e radhës është dera e namazit, po realisht ka edhe në ndyrë tjera, thotë këtij kapitulli, thotë dera e namazit duhas, edhe dyrë tjera, por kisha pas shef që pas derës namazit disa fjalë më thonë edhe derës el-kadhimi el-ghaidha wala afina an-nas, ato të cilët e mbajnë veten, e stopojnë kur janë nervozë ata që i falin njerëzit. Brendsi është dera kryesore, është bab as-salat, dera e namazit. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Man kana min ahli as-salati du'iya min bab as-salah." Ai cili ka qenë për atyre që e ka fal namazin, ka mu thirr nga dera e namazit për Allahut azza wa jall. Namazi është përmend shumë herë në librin e Allahut azza wa jall. Allahu subhanahu wa taala i ka livduar ata të cilët e fal namazin. Allahu i ka obliguar muslimanët me namaz. Për atë arsye Allahu azza wa jall tha: "Kul ya ibadiy alladhina amanu yuqimu as-salah." Thuaj robëve të mi që ta falin namazin. Në surën Anfal, kur i ka cek, thot robët e tij sinqer ka thonë alladhina yuqimuna as-salah, ata të cilët e fal namazin. Por namazin ka thonë inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, namazi largon nga punë të këqija. Pastaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam as-salatu nurun, namazi është nur, dritë. Para mendoni Ibrahim alayhis salam ka bëu dua te Allahu azza wa jall që Allahu ta bëjë atë dhe familjen e tij nga ata që e fal namaz. Rabbi ij'alni muqima salati wa min dhurriyyati. O Allah, më bën mua edhe pasardhësit e mi, do nga ata të cilët do të e falin namazin. Do të ka bëu dua Ibrahimi, pejgamberi i Allahut azza wa jall. Dhe ashtu Allahu azza wa jall ka livduar ata që lexojnë Kur'anin dhe falin namaz. Innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamu as-salah. Ata që lexojnë Kur'anin dhe e falin namazin, do thotë ata shpresojnë normalisht në shërbimin e Allahut azza wa jall. Allahu subhanahu wa taala kur ka fol për besimtarët, çka ka thonë?
qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatin khashi'un. Kanë shpëtuar besimtarët, ata që ndaj namazit e tyre kanë frikë, respekt. Gjithashtu transmetohet nga Anas ibn Malik se pejgamberi ka thonë: "Hubbiba ilayya min ad-dunya an-nisa wa at-tib wa ju'ila qurratu 'ayni fi as-salah." Nga dunjoja më ka bërë dashur dy gjëra, gratë dhe parfimi, ndërsa qetësia e shpirtit tem më është bërë, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, o thotë qetësia në namaz. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë: "Wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah." Dini se vepra juaj më e mirë është namazi. "Wala yuhafiz ala al-wudu'i illa mu'min." Dhe nuk e ruan, do thotë në abdesin vetëse besimtari. Për arsye ka thënë pejgamberi as-salatu khairu mawdu'un, hadith e Buhari's. Namazi është çështja më e mirë, fames të tha e yastakthir fa yastakthir. Kush ka mundësi me shpeshtu namazin, le ta shpeshtojë, tha sallallahu alaihi wasallam. Njëri në këtë dunja ka sprova. Mirë po, sprova zgjidhen me namaz. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ka thënë Allahu azza wa jall, kërkoni mbrojtjen dhe suksesin te Allahu azza wa jall me sabër dhe me namaz. Gjithashtu të thotë Abu Huraira se pejgamberi sa kaloi pranë një vari dhe tha: "Rakatane hapu ila hadha min baqiyati dunyakum." Thotë tyre ka për filanin që është në varr, o thotë janë më të dashur për të se sa këtë dunjaja, edhe ajo shka konta që ju përjetoni. Pejgamberi sa ku ka tregu shembullin e namazit, ka thonë hadithin e Buhari's: "Ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yartasilu minhu kull yawmin 5 marrat, hal yabqa min daranihi shay?" قالوا لا يبقى من درني شيء يا رسول الله فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Thotë o ju njerëz, nëse ndikush për juve ka një lumë edhe lahet pasër mëna ditës, a kish mendë janë ndryshyrë? Thanë jo Rasulullah. Ata ta përgjën kështu është namazi, do thotë mesin e juaj, do thotë ju që falni, kështu do thotë është vlera namazit tek ju. Gjithashtu prej çështjeve që duhet mi cek është se përpara për në me ka qenë shumë e pa kuptimt mu diskutu puna e lënës e namazit të sahabët do flasë. Ama ka arë puna që të na diskutuot kjo punë se s'fali shumë njerëz me emrin musliman edhe me pretendim se jo musliman edhe s'fali namaz. Për të sfia pejgamberi sa ka qajt kur e ka lexuar ajetin fa khalafa min ba'dihim khalfun idha'u salata wa tabu shahawat fa sawfa yalqawna ghayya. Ka marrë një popull mas juve që kanë me lo namazin edhe kanë me pasoj e fshëk. Fesau fe jelë khune gheje, e ata kanë me hynë në gjatë të gjahnemit. Allah në vëzë. Omer radiallahu anhu ishte drejtë të vdekjes, edhe që ka tharë? Në thotë tha, le hata fil islami me asomen le asorat e le. Nuk ka hisë në islam a i cili nuk e falë namazin. Namazin është sheshe seriuze. Lenja gjuma së shkarë në hadith 3 herë, radhazi e volus një faku në zemrën e njeriu të Allah i në rujt. E pastaj edhe shumë gjëra do të tjera të cilat na lubojnë që namazet do të ka vlerë të madhe te Allahu subhanahu wa taala. Do të vetëm shkuri namaz ka vlerë të madhe, helemo edhe namazin në fjalë. Andaj përkundër që muslimanët do thotë sot janë dopt kash namazit, duhet të nxisim një tjetër që ka fal namazin mos ta lojnë, do thotë namazet mos tash në Ramazan, që është komoditeti dhe mundësia më e madhe për të lidhur me xhamit apo për të lidhur me muslimanët. Në mënyrë që të bëhemi të gjithë rreth Allahut azza wa jall, ka se namazi është shtylla e fesë, nuk ka higuara me shtylla dhe bazat e fesë Allahut azza wa jall, nga se këto shtylla i ka caktuar Zoti xhallahu ala. Po një fundit ai i cili do thotë e sheh veten të mangët, bën dua dhe e lut Allahun me përmësu gjendjen e tij me namazin. Ai i cili e sheh veten mirë, e lut Allahun azza që të mësoj Zoti me dek me këtë ibadet madhështor, pra me ibadetin e namazit, nga se namazi është qetësi për zemrën, është qetësi për shpirtin, dhe se robi më afër me Zotin e vet është momenti kur është në sejdë, dhe normalisht sejdja do të bëhet zakonisht kur njeriu fal namaz. Edhe dy fjalë për vlerën e atyre që e marrin zemrimin dhe që falin. Allahu azza wa jall ka thonë alladhina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas. Allahu yuhibbul muhsinin. Ata që japin rrugën e Zotit, edhe haptës edhe fshëkurazi, dhe që e marrin hidhrimin, edhe që i falin njerëzit, Allahu do bamirësi. Allahu i ka shkruar këta bamirësa, edhe i ka lavdruar ata që e marrin veten, bëjnë sabër, e shtrëngojnë nefsin, edhe shka ja falin
ja falë njerëzve. Khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa bil 'urf wa 'arda lil jahilin. Mira ato çka mira falem, falin njerëzit. Edhe urdhë për të mirë dhe largon nga ignorantët. Pse mi ja fal njerëzve dhe se më mirë, pse mi fal njerëzit, sa Allahu ka thënë wala tastawi al-hasanatu wala sayyi'a. Idfa billati hiya ahsan. Nuk krahasohet e mira me të keqen, do thotë kthehet mirën. Do thotë keqen me më mirë të mundshme, nga se fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa kana waliyyun hamim. Nga se mes ti dhe atij dhe teje që ke pas armiqsi, do thotë ka mundësi mu kthina me të mirë. O ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadhin adhim. Edhe këto nuk ka mundësi kush me popos atij që ma vetën e stapon, edhe ai që do thotë ka diapazon të lartë të urtësisë. Gjithashtu Allahu i don do thotë ata të cilët kanë butësi dhe i falin njerëzit. Pra të studia pejgamberi sa më tha, Ashaj ibn Abdul Qaisit, inna fika khasratin yuhibbuhum Allah. Ti ki dy gjëra që Allahu i don, ja aty tha butësia. Gjithashtu besimtari duhet do thotë me qenë i butë e jo me shpërthy, du të me stopu vetën, nga se që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadithin ku i tha Aishës, ja Aisha inna Allaha rafiqun yuhibbu ar-rifq. O ja Aisha, Allah është i butë dhe do butësinë. Wa yulqa ala ar-rifq ma la yulqa ala al-unf. Allahu jep bereqet butësi shumë më shumë se sa në nervoz. Do thotë nga se butësia e don Allahu azza wa jalla. Gjithashtu ka thonë pejgamberi në hadithin e Buhariut që ka shënuar Buhariu Muslimi, laysa shadidu bi sur'ati, inma shadidu alladhi yamliku nafsahu min al-ghadab. Nuk është i fortë ai i cili shpërthen më herë, por ai i cili e mba veten kur hidhrohet, do thotë e mba veten e tij. Andaj ai i cili e mba veten dhe bën sabër normalisht, do thotë ka me pas edhe begati të banorta. Siç ka thënë pejgamberi sa me hadithin e Muadh ibn Anas, se pejgamberi sa ka thënë men kadha ma ghaydan wa huwa yaqdiru ala an yunfidhahu da'ahu Allahu ala ru'usi al-khalaiq yawm al-qiyamah hatta yukhirahu fi ay al-hur sha hatta yukhirahu. Fa ai cili e ma vetën edhe ka mundësi mu shprenu, ka mundësi me mu hakmar, Allahu e thirr, do thotë ka shikej krijesave ditën e gjykimit, edhe i thotë zile kanë du presh, do thotë krijesave rrobat e të ndershme ditën e gjykimit. O leman sabra wa ghafara inna dhalika la min azmi al-umur. Dhe këto shpërblimi janë për ato që bën sabër dhe fal njerëzit dhe këto gjëra madhore, normalisht nuk ka mundësi, do thotë dikush me i bon këto çështje. Ka ardhur në hadithin e Muslimit nga Buhariu se njëri tha ja Rasulullah, i kom do të afërm, unë i moj lidhëm me ta si moj lidhëm me mu. Unë i bëj mirë ata mbojmë keq. Unë jam i butë me ta të egër me mu. I tha pejgamberi nëse është i gjë që po thu ti, thotë atëherë, thotë ti do thotë je duke vepruar me ta, po gjenja aty është se dikush me i hedh gaca në gojë, edhe ata me i përbijm. Dhe Allahu ka menet me tyje, atë kuptimi e vetë është ndihmën tonë ka ana jote, derisa ti vazhdon në këtë çështje. Dhe me këtë ligjëratë për mbyll me sinë e ligjëratave të dy të xhenetit, vazhdojmë aty ku kemi filluar ligjëratën e kaluar, ai është komentimi i Sahihut të Imam Muslimit. Do thotë komentimi i thjeshuar, konkretisht kapitulli i agjërimit, meqense vetë se kemi filluar në start të këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Allah na mëson marrë Ramazanin, na mëson në kaluar në më të mëshme, ajde më smiru alhamdulillahi rabbil alamin. Dera e kaluar ishte se takojmë klapa zekati, ndërsa kësaj radhe është dera e xhihadit, luftës në rrugën e Allahut azza wa jalla, dhe klapa dhe dera e haxhit. Dikush mund të më pyet pse, për shkak se thamë që kjo fe është gjithë përfshirëse, Allahu është mëshirshëm. Dhe Aisha u interesu edhe i ka thonë pejgamberin që na kalon burrët me zekat, me xhihad e kështu me radhë, na mbetëm mrape. Atëherë pejgamberi ka treguar që edhe haxhi është lloj xhihadi për gratë. Le që është edhe për burrët, por është edhe për gratë. Do thotë diapazoni i punëve të mira në fjalë është të dëgjoj. Andaj kjo dera është dera e xhihadit kryesore, por klapa apo nana sa është edhe dera e, do thotë dera e kryesë haxhi, kush ka edhe haxhi është një lloj xhihadi, një lloj lordhje. Normalisht xhihadi ka gjithë madhe në Islam, është prej gjërave që kanë qenë prezente dhe kanë qenë dhe ditën e gjykimit. Kuptohet në udhëheqjen e prisë son muslimanëve bëhet kjo punë, nuk bëhet mohabet kafa, apo nuk bëhet se tha filoni edhe alani, por ka rregullat e soja. Kuptohet kaluman ka pas, do thotë xhihad shumë, për shkak se nëse kanë qenë më të fortë dhe tashmë një gjë e tillë, do të thotë vehu për të mos tonë në shtregu për shkak të udhëtimit të muslimanëve
Dhe thot tani pse në më shumë, por do thot si lloj shkume. Allahu azza wa jall ka folë shumë në Kur'an për xhihadin. Dhe ka thonë ja alladhina amanu hal tadullu adullukum ala tijaratin tujikum min adhabin alim. O që kire pasur Allahu azza wa jall, apo tani me u tregu një tregti që ky shpëton nga dënimi nga Allahu azza wa jall, cili është ajo zotë tu'minuna billahi wa rasulihi. Me besu Zotin dhe pejgamberin, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Edhe të bëni xhihad në rrugën e Allahut me pasuritë tuaja dhe me vetët tuaj. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kjo është parë për juve nëse jeni ata shëdim. Yaghfir lakum dhunubakum. Nëse vdesni si dëshmor të luftoni, Allah ka më fal gjunat, ka më fal xhenat, wa yaghfir lakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar min tasliha hadha al-umayk wa masabin tayyibatan fi jannati adn. Dhe me vendet të posaçën e vetë në xhenetin e adn. Dhalik al-fawz al-azim. Fot edhe kjo është një fitore e madhe gjigante. Azna fitore Allahu azza wa jall. Ja pa të që luftojnë për Allah azza wa jall. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna. Allahu I blejti shpirtët e muslimanëve, vetët të tyre pasurit të me këmbim me xhenet. Yuqatiluna fi sabilillah. Ata luftojnë rrugën e Allahut azza wa jall. Andaj Zoti xhallahu ala në fund ai të fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bih. Wa dhalika huwa al-fawz al-azim. Përzonuni me këtë tregti që e keni bërë me Allahun azza wa jall, nga se Zoti xhallahu ala do thot kam ju premtuar, do thot juve shpëlime gjigante nëse ditën e gjykimit. Gjithashtu ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصهيب الخائب قانت آيات الله لا يفون من صيام ولا من صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. Thot që janë dhe mujahidit rrugën e Allahut të sot shembull atij që falet, do thot agjon të ditën edhe ta natën falet. Andaj ki as në kush që ka humb namazën, as në kush që e ka hut agjërime, që do thot veprat e tij shumë pishuhen amal rrugën e Allahut azza wa jalla. Dhe ktheja mëson e thot gjihadi rrugën e Zotit xhella wa ala. Pejgamberi alayhi salatu wasalam gjithashtu ka thonë në hadithin e Buhari's, لا يجري النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في ضرع ولا يستمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في من خير مسلم أبدا. Dy njerëz nuk I prek, thot zjarmi I xhenemit, njëri që ka kaj për Allahun azza wa jall, nuk e prek zjarmi I xhenemit, dhe njëri që është pluhrosur në luftë rrugën e Allahut azza wa jall. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallam, wa'lamun anna al-jannata hatta dhilal as-suyuf, dina që xheneti do të është nën, do të thotë nën hijen e shpatat, dhe tha Allahu azza wa jall. Pastaj dëshmorët, normalisht ata që bin dëshmor rrugën e Allahut azza wa jall, ata nuk humbin. Nëse Allahu ka premtuar, anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin, Allahu azza wa jall nuk e humb poshtë, nuk e shon mundin poshtë muslimanëve. Që shka të me meri, nëse jetojmë, kurën fitore, nëse vdesim, atër në besimi shahid, me shpresë që jemi shahid rrugën Allahut azza wa jall. Wala tahsabu alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ka Allahu azza wa jall, mos mendoni që ata që janë vrarë rrugën e Zotit shahid kanë vjedhur, për ata janë gjallë, tha Allahu azza wa jall, dhe frymëzohen. Farihina bima atahum Allahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khayfihim ala khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ata të kënaqur dhe të gëzuar me atë që ka dhënë Zoti nga mirësitë e tij, dhe të lumtur nga ajo që I pret, për ta nuk ka frikë, kas nuk ka hidhrim apo nuk ka mërzi. Yastabshiruna bi ni'matin min Allah. Ata gëzohen dhe kënaqen me të mirat e Allahut azza wa jalla, fadl dhe mirësitë e Zotit. Wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin. Dhe sa Allahu azza wa jall nuk e thon, do thot mundin e besimtarëve subhanahu wa ta'ala. Mirë, edhe ki I cili normalisht edhe ai I cili do thot luftërun e Zotit është I rrezikum, se ka mundësi me qenë njëri prej thot atyre që thot episodi për shkak I luftu, ku luftu për Allah, atëra e thot Zoti edhe thot ki luftu me thon njerëz filani I shtutar I madh, edhe kështu kanë thonë për ty xhenemi, Allahi na ujt. Gjithashtu prej shpërblimeve normalisht që I ka do thot njeriu në xhenet, që ka në transmetimin e Imam Ahmedit, do thotë Allah na fal gjunahet që nga dalja e parë e gjakut, edhe sheh shpërblimi I dytë vendin tim në xhenet, I zgjerohet, do thotë vendin në varr dhe privohet nga dënimi I varrit, pastaj I vendoset në kokën e tij një perl e madhe,
E pastaj Allahu azza kam ja dhonën do thotë 72 gra. E pastaj kam e ndërmjetësuar edhe për 70 vet nga familja e tij, dhe normalisht për shkak imanit të madh edhe për shkak sakrificës kam u privu nga Fezul Akbar, nga trishtimet e mëdha të fryrjes së surit dalës së parë madhicë Allahu azza wa jall. Edhe kuadër saj do tham që është një lloj gjallë edhe haxhi dim që është do thotë një prej vesyllave të Islamit, el hajju ashhuru ma'lumat, edhe normalisht është një kohë caktuar me mujë caktuar, فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Dhe ai cili e ka bën në dy haxhin, atë nuk ka për të afrim të bashortja, nuk ka fjalë të këqija. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. Edhe dine falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut azza wa jall. Salavatet dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam. Jemi në ligjëratën e radhës tek cikli i ligjëratave të dyja të xhenetit. Njëra prej dyrëve të këndshme të xhenetit Allahut azza wa jall është dera e respektimit të prindërve. E cila derë është emërtuar nga vexhua pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili ka thënë se dera më e xhenetit është dera e prindërve. Dhe se kush i respekton prindrit, ka me fitu këtë derë me lejnë Allahut azza wa jall. Ndoshta dikush këtë derë vetë se e ka mbyll me vdekjen e prindërve, e dikush e ka mundësinë ta fitojë këtë derë. Nga se në kuadër të haditheve të Ramazanit është edhe hadithi i Gjibrilit që i dha pejgamberit të porosi. Prej porosi është larg rahmetit Allahut azza wa jall dhe mëshirës Zotit xhellahu ala qoftë ai cili i zën gjallë dy prindrit ose njëri prej tyre, edhe nuk bëhet respekt ndaj tyre se ai me fitu xhenetin Allahut azza wa jall, qoftë larg rahmetit Zotit. Vetë saktimi i një dere prej të dyllëve të xhenetit, dera respektimit të ndëve, mendoj që mjafton me kuptu drejt se çfarë pesha dhe vlera të madhe ka në Islam respekti i prindërve. Saqë Allahu azza wa jall ka porosit në shumë vende në Kur'an për të respektuar prindërit, ka kërcënuar me dënim ata të cilët nuk janë respektues ndaj prindërve. Njëbësisht kështu ka vepruar edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Për atë arsye Allahu azza wa jalla ka qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allahu azza wa jalla ka caktuar, ka prun vendim që të mos adhurohet askush e kosti. Wa bil walidayni ihsana, edhe në prindërit më usil mirë. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Nëse i zë pleshnia prindërit tu nën kujdesin tonë ose njëri prej tyre, fala taqul lahuma uff, atyre mos u thuaj as of, wala tanharhuma, edhe mos u ndalo gjërat e tyre. Po qul lahuma qawlan karima, dhe atyre falu vetëm fjalë mira. Wakhfid lahuma janaha dhulli min ar-rahma, shtri krahët e rahmetit, bëj mëshirshëm me prindërit e tu. Wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, edhe thuaj o Zot, mëshiroj prindërit e mi ashtu siç kanë edukuar mëshiru se kam qenë i vogël. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, wasroni se Zoti juaj e din se çka keni në zemrat tuaja. In të punu salihin, nëse jeni burra mirë, Allahu azza ka më qenë ai që kam ia fal juve mëkatet e juve. Allahu azza pra ka urdhëruar që të adhurohet vetëm Zoti. Me njëherë pas këtij adhurimi, respektimi i prindërve. O bil walidayni ihsana, edhe me prindrit sillu mirë. Dhe muslimani vazhdimisht duhet me qenë bamis. Nga sa Allahu i do bamisit. Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Allahu i do bamisit. Pastaj tha inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Allahu është me ata që janë të devotshëm dhe ata që janë bamirës. E prej krijesave që më së shumti meriton bamirësinë tonë kush janë prindërit. Për të arsye, besimtari munduhet bamirësinë e prindërve me shfaqje në shumë aspekte. Aspekti i parë është më mundu që të mirën e të mirave që u bën të tjerëve me qenë prijetar i tyre, dhe thot apo i ti prindërit e tij. Gjithashtu më usjem me ta but nëse i ka ndonjëherë të bezdishëm, fjalë të buta,
Pastaj kur janë koha nëse ata kanë hyrë dhe plakën në kujdesin e tij apo muslimanët apo ton, mos sjell bukur, mirë edhe mos me lon ata vetë, edhe me ndihmu kur ata kanë nevojë. Kështu ka profit Allahu Azza wa Jall, dhe normalisht përmes respektimit të prindërve na e fitojmë kënaqësinë e Zotit xhallahu ala. Por edhe kur vdesë prindrit, çka do të bëj? Me bëj dua për ta, që Allahu Azza wa Jall me i shiru edhe me qeni e ta i mut. Zoti xhallahu ala për ta vërtetuar që kjo është një kërkesë madhore, e ka bërë që o thot prindrit kanë peshë madhe mas adhurimi Zotit dhe njëherë respektimi prindërve. Sa që pejgamberi alayhis salam ka thonë, "Rida Allah fi ridal walidain, wa sakhati Allah fi sakhati walidain." Kënaqësia e Allahut os, razia e Zotit është tek razia e prindërve. Hidhrimi i Allahut është tek hidhrimi i prindërve. Mirë po, kur prindërit ty të shtinë me vuzhëna, çka do të thonë mos me u bigë atyre në gjëna. Thotë falet të hona, ka thënë Allah, mos ngo ata. Nëse nuk ka mëkatim nga i krijuesit, do thotë dëgjot ndaj krijesës. Nuk ka dëgjot ndaj krijesës nëse vjen pyetje me bu mëkat ndaj Allahut Azza wa Jall. Mirë po Allahu ka thonë, o sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Edhe nëse ata do të vëjnë me bu kështje, atëre me ta në dunja sjellë në mënyrë të mirë. Edhe ka porositë Allahu Azza wa Jall që e një shkur li ul walidejk. Falendërën mua ma, mos e harro dhe prindët u me i falendëru, sa ata kanë hek. Dhe këta Allahu Azza wa Jall ka shtegu që në ana vëzhdarës të bëthot me kalu vështërsi par vështërsive, do thot vetëm me vetëm që ta lindi një fëmijë edhe të bërë sebeb në këtë dunja që ta sjell një evlat të hajrit. Pra dashia, Allah e ka vendos një derë për dyot e xhenefit, e quhet bab birrul walidain. Dera e respektimit të prindërve bile e ka bërë si dera e mesme e xhenetit. Abdullah ibn Mas'ud transmeton thotë sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul a'mali ahabbu ila Allah. E ku pyet pejgamberi alayhi salatu wasalam, cilë gjë veprat më të mira te Allahu azza wa jalla ya Rasulullah, fa as-salatu ala waqtiha. Namazi kohën e vet. Thumma ay qal thumma birrul walidain. Pastaj cila ka pastaj respektimi i prindërve, thumma ay qala thumma al-jihadu fi sabilillah, pastaj luta në rrugën e Allahut azza wa jalla. Ana pejgamberi sallallahu ne ka kushtuar rëndësi të madhe, do thotë edhe kujdes veçantë me ka porositë që të respektojnë të prindërit. Edhe normalisht të prindërit një i ka vlerë më shumë, për shkak se ka hek më shumë se tjetri, por kjo nuk ka humbur vlerën e tjetrit. Po raporti non edhe raporti me babën. Ka ardhur, do thotë Bureira, Gjera rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, janë njëri tek pejgamberi dhe tha, ja Rasulullah, bela haqqum nasi bi husni sahibati. Kush është njëri që më shumë ti meriton respektin dhe kujdesin tënd? Tha ummuk, nana jote. Qala thumma man, pastaj kush? Qala ummuka, nana jote. Qala thumma man, qala ummuk, nana jote. Pastaj tha qala thumma man, qala thumma abuk, pastaj tha do thot baba jot. Dhe shpesh bjem bomba ki edhe rastis dhe ndodh që mos respektimi i prindërve më bo sebeb na me fitu hidhimin e Allahut azza wa jalla edhe me bo gjëra Allahe edhe me rreziku xhenetin e Zotit e xhelalu ala. Për të syre ka transmetohet nga Ebi Berkete Nafi ibn al-Halis radhiyallahu anhu, i cili thot se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Elamu nabiyukum bi akbaril kabair." A ty lajbëroj se kush është gjëra më të mëdha? Më të mëdha për të mëdha. 3 herë ka përsërit. I thanë shokut, bela ja Resulullah, lajmëron as jo. Fa al-ishraku billah. I bo shok Allahu azza wa jalla, wa uququl walidain, mos respektimi i prindërve. Wa jalasa wa kana muttakiya. Thotë edhe pastaj ul nëse ke i pështetur, edhe përsëriti thot shpesh herë, edhe qaul zu të shvija rreshme, thot çat shumë e përsëriti këto,
edhe me ton të lartë sa që sa lejte kuseke, thot sikur të heshte pejgamberi alayhi salatu wassalam. Thot transmetuar nga Ubay ibn Malik radiyallahu an, i cili thot من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فيبعد الله ويسحقه. Thot ai i cili i zën dy prindrit ose një prej tyre gjallë edhe pastaj në klapa këta zmonë se bëmi fundushin e bëkyrë në zjarë, ai ka me qenë larg rahmetit Allahut dhe ka me qenë një nënçmuar. Gjithashtu ka thonë pejgamberi sa në hadithin e Ebu Umame al-Bakhili radiyallahu an, thalathatun la yaqbalu Allahu lahum sarfan wala adla. Allahu azza wa jall tre persone nuk i pranon as fjalë të mirë, as sadaka, as zebur të mirë. Asgjë, akum, o mannan, o mukadhimun bil qadar. Tha tre personave, Allahu se pranon punë të mira, mos respektuesin e pendëve, atë i cili i përmend punë të mira, krenohet, edhe atë i cili e mohon kaderin e Allahut azza wa jall. Andaj, kjo ishte apo të ishte disa fjalë lidhe me dhe thotë blis shkurt me një derë prej derë të xhenetit dhe derë pra është dera Betul Walidejt, derë e cila dhe thotë fitohet me respekt, derë e cila fitohet me dashuri, edhe derë e cila fitohet duke i respektuar normalisht prindërit, baban edhe nanën, me dhe me këto me synu normalisht pasinë Allahut azza wa jall. Allahu na mëson me fitu këtë derë, derën e ashme, zotit dhe mësmiru, alhamdulillahi rabbil alamin. Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut azza wa jall. Salavatet dhe selamat i jetuar Muhammedit alayhi salatu wassalam, paqja dhe mëshira e Allahut azza wa jall qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij, sinqer besnik, dhe mbi lidhat të cilat e pasojnë deri ditën e gjykimit. Jemi në ligjratën e radhës të kësaj ligjratave të dyert të xhenetit. Jemi në derën e radhës të xhenetit të Allahut azza wa jall, e cila derë, nëse kemi drejt të quajmë, i ka dy celsa, dy hapje, ose apo dy dyer. Njëra derë është kryesorja, pastaj tjetra është nën derë. E kjo derë është dera e sadakos, në klapa, edhe dera e zakatit. E zakati është obligim fars, është për shpyllave islam. Sadaka e lëmosha është dy lloje. Njëra është obligim, vajib, tjetra është vullnetar. Vajib është sadakatul fitr që jepet në fund Ramazanit, ndërsa tjetra është vullnetare që kush ka mundësi në dhe. Shukon Allahu azza wa jall, sa rahmetin e radhë shimë në madhe e ka. Zoti xhallahu ala ka ditë që jo shumë prej muslimanëve kanë mundësi në zakat. Edhe ata që s'kan mundësi në zakat çka bojnë? Japin sadaka. Japin lëmosh, sa të vogël që zë. Edhe Allahu e kalon të hapur këtë gjështje, e mënyrë që të garojnë te, edhe të pasurit e të varfrit. Me shka me garu? Me garu me fitu xhenetin e Allahut azza wa jall. Sadakaja ka vlerë poshasme në Islam. Ka vlerë të madhe, saqë do të hije për ata që jep këtë botë, kur do të hijë ditën e gjykimit. Të parët tonë e kanë përdorur sadakën edhe si mjet me i kuru të smurit të tyre, duke u bazuar në hadithin i cili vjen në rrugë transmetimit dopt, dobi më marrëdakum në sadaka. Mjekoni smurit tuaj me sadaka. Si të qoftë me sadaka, si të qoftë, sadakaja ka peshë të madhe. Edhe kodër saj është ajo që është më e madhe se kjo, është zakati. Do thotë që kur ka ardhur në transmetimet hadithe, e shohim që do thotë zakati është i tretë më radh pas dëshmisë shahadetit dhe pas namazit. Dhe kanë ndaluar edhe pejgamberi dhe Abubekri që me bëu dallim mes zakatit dhe me bëu dallim mes namazit. Sadakaja ka vlerë të madhe në fenë Allahut azza wa jall, saqë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, sadakaja lëmosha rrjedhse se la hipot shehul azi e largon hidhrimin e Allahut azza wa jall. Kush prej neve nuk e ke dhënë Zot. Kush prej neve s'ka punë gjëra që me të vizrot Allahu azza wa jall, ka mundësi me largu këtë hidhrim të Allahut azza wa jall, edhe përmes dhënies së sadakas, lëmoshës, do thotë në mënyrë të fshehtë. Allahu azza wa jall i ka kërcënuar me xhehenem të gjithë ata të cilët bëhen koprac edhe nuk japin zakatin.
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Ata që deponojnë ori dhe altan, ori dhe argjend, edhe nuk e japi zakatën e tyre, përzoj ata me dënim të dhëmshëm në xhenem, nëse para Allahut ose ose. Andaj nuk ka hajgare. Ipët, do thot zakati i altanve, ipët, zakati i pasurisë. Dhe pastaj normalisht nëse mbetet mundësia brenda vitit që me dhonë edhe sadaka dhe lomosh, dhe vjerë se nëse Allahu Azza wa Jall e shpëton do sadakan edhe lomoshën. Allahu Azza wa Jall thotë yanhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat. Allahu ja hub bereqetin edhe shumëfishimin, do thotë kamatos, do sa i arrit, do thotë sadakas vlerën Zotit Xhelel Ala. Nëse shohim në Kur'an, do thotë namazi edhe zakati kanë ardhur mbi 90 vende bashk. Waqimu s-salata wa atu zakat. Falë namazet dhe jepni zakat. Do thotë zakati është më përshtat në udhën pas falës së namazit. Dhe normalisht na dim që Allahu Azza wa Jall nuk na shon mundi bosh, do thotë poshtë, nëse jo mirë sadaka, Zoti Xhelel Ala do thotë na shpëlem me të mirat e tij subhanahu wa taala. Abu Huraira radhiyallahu anhu transmeton ka bërë një ngjarje interesant, thotë një njeri në një tokë, do thotë ka lej ka ec edhe fasëm ja sotën i sahabe, edhe ka dëgjuar në zonë në për mi re iske hadi ka fulan, do thotë u jetër kopshin e filonit. Kryesorja do thotë ka dosht në esencë është erë ky njeri dhe e pa që konere, do thotë po u jetët kopshti i filonit edhe i tha ja Abdullah mesmuk, do thotë kush je, tha filani, edhe po që është i njëjti emër që u dëgju zoni mbi re. Edhe ky abitur tha pse po mpyet kush është, pse kam emrin, tha po të pyetën nga se inni sami'tu sawtan fi sahabi alladhi hadha ma u yaqul iski hadiqata fulan li ismika. Atë ndase isha duke në jetë edhe po njëre bi kokën time, edhe dëgjova një zonë fashkote kopshti i filonit dhe u jite. Thot fama ta në ofia, shka i të bo Allah që po përmanet e emrin ty, thot emma i da kul të hadha, thot nëse kopa paketën ma të spjegu, ata po të kalzojnë, ajo thot shka del, pito postene, po fjara pi kopshti tam, thot fe ata sa dëku pi thuluthi. Thot një, tretën e pasurisë e epse dhe kohë. O ja kullu ena wa jali thulutha, unë edhe familja jeme, e hojmë një tretën. Thot wa aruddu fiha thulafa. Thot një të drejtën, thot e lo e kthej të mas edhe mbjell prakë në orën time. Gjithashtu Adi ibn Abi Hatim transmeton se pejgamberi ka thonë ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah. Sayukallimuhum Allah. Thot nuk ka askur pyve që Allah mos t'i flasë ati. Lejse bejnuhu wa bejnuhu tarjuman. Nuk ka ndërmes në tyre për thys. Fayanzuru ayman min fala illa ma qadar. Thot ky gjofas nuk sheh kurrë, thot ky majtas nuk shef kurrë. Thot edhe e shef që mes vete e shef në zjarmin i cili është i kthyer ka ai. Edhe thot pejgamberi fa takuna ura bi shiqqin tamr. Unë nga zonë me gjëhnimit, qërse dhe be me dhe me vetëm je hur me fasër Allahu alaihi sallam. Gjithashtu, sadakatu burhan, ka në hadith, që ka thënë pejgamberi, sadakaja është burhan, thot është argument që filoni, thot ka iman. Gjithashtu, që ka në hadithin fillim, hadithin e Abu Hurairës, "Faman kana min ahli as-sadaqati du'iya min babi as-sadaqa." Kush ka qenë prej atyre, do thotë që ka dhënë sadaka, ka më thirrë nga dera e xhenetit, e cila do thotë është dera e sadakos. Normalisht, jo gjithkush është ka mundësi në sadaka, sadakaja në Islam ka kuptim gjithëpërfshirës. Për shembull, ka thonë Uqba ibn Amir, se kom dëgju pejgamberin duke thonë, "Kullu mri'in fi dhillin sadaqatihi hatta yusalu bayna an-nas." Hata ju ka bëjnës, do thotë ka thonë, zë njëri, do thotë ka më konë në ndjene së në pasë ti, dhe sa të gjipon njerëzën. Bërsa në hadithin që do ashtë me cek, ka thonë pejgamberi që kullu salama, do thotë çdo bërëmësim të raporteve mesin e njerëzve është, edhe kjo një lloj, do thotë sadaka,
dhe të cilën ka mundësi dhe me e bo dikush për njerëzve. Ajo çka duhet me na nxit njeve jashtë që sadakaja është ideja për derën e xhenetit, zakati është në rol. Është edhe ajo që ka transmetuar Buhari, se pejgamberi sa ka thonë ma min yawmin yusbihu al-ibadu fi. Nuk ka një ditë më çupi xhunit. Robët e Allahut te ila malakani yanzilani fa yaqulu ahaduhuma e që mos të zbreset dhe meleke dhe thot njëri për tyre Allahumma a'ti munfaqan khalasa, jepi ati që jep e shqiron dorën, jepi azok Allahumma a'ti mumsikan talafa, ndërsa ati që nuk jep o Zot paksoja bere qinte. Edhe çdo kjo dua bëhet çdo ditë. Gjithashtu ka në hadith kutsi se Allahu Zot ka thënë anfiq alejk unfiq alejk ya ibn Adam. Allahu Azza wa Jall thot anfiqu alejk, thot jep që të jap ti o biri Ademit. Nga sa qysh ka thënë Allahu Azza wa Jall në librin e tij, thot Zoti Xhelalu ala wa ahsin kama ahsana Allahu ilejk, dhe bë mirë që ka bëu mirë ty Allahu Azza wa Jall. Që do thot nëse do thot Allahu ka dhënë pasuni, atëherë do thot nëse të ka dhënë pasuni, atëherë jep atë pasuni apo jep për rrugën e Zotit. Shpesh njerëzit pyeshin kanera duhet domthon hapë të sadaka. Për zakatin mos flasni, sa është farz. Argument që kanera duhet domthon sadaka o hapë të zit, tha Allahu in tubudu sadaqati fa ni'mahi wa in tufuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Nëse jam me sadakan hapë të zit, paranohet. Por më von hapë të zit me marrë mësim tjetër, jo me von për famë. Wa in tufuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Nëse e fshirni dhe i jepni këto fukarave, kjo është më mirë për juve. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Allah për mësoj u afal juve gjunahet. Shpesh herë po sprovomi na, njerëzit po na sprovojnë. Na dim që do pusho të lip vesh për adet, do pusho të lip vesh për mision. Mi po mos harrojmë se s'do mi von dikur apo social catch. Qawlu ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha. Fjala mirë edhe toleranca është më e mirë se sa një lëmoshë e cila përcjellet me fjalë apo me ofendime. Dhe Allahu ka ndalu thotë që me përmend se dakona apo më shumë dikan. Për të arsye ka thënë Allahu Azza ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil-manni wal-adha kalladhi yunfiqu mala awliya an-nas. Thotë o ju që keni besuar Allahun mos i preshin lëbohet tuaja me përmendje dhe me sjellje të këqija, sikur ai i cili e bën një gjë të tillë do thotë vetëm për hir të apo për hir të shikimit të njerëzve. Allah i na ruaj dhe nuk e bën për hir të Allahut Azza wa Jall. Zoti Xhelalu ala ka treguar që sadakaja leçë e shufishon pasuni. Zakati leçë e shufishon pasuni, po dhe e pastron. Allahu ka thënë pejgamberit sallam, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Merr nga zakati, nga pasuria e muslimanëve zakat dhe sadaka që tua pastros atyre pasurinë edhe tua bekosh, thot atyre, thot pasurinë, nga se normalisht pasuria thot duhet më dhon rrugën e Allahut Azza wa Jall. Andaj kuma ataitu min zakati turiduna wajha Allah fa ulaika min wadhifun. Thot Allahu nuk bën aki një pjesë e zakatit që jepni rrugën e Zotit e që Allahu mos ta shkëngishoj ata. Por normalisht është edhe rreziku që nëse e bojmë këto muladru për njerëzve, pini jeve ka mukall xhehenemi Allah i ruaj, apo pi aty me që japin sadaka. Cish ka mukall me 3 persona të xhehenimit. E pyetja është filani që ka dhënë sadaka pasuri zakat. E pi Zotit, ku von pasuni robi jam shkaki mu. Ai thot, po do të kom këto, kum ndihmu fjem tonë kështu më radh, thot ke rajt. Thot ke dhënë sadaka zakat liuqa lulaka jawath. Që njerëzit thonë filani është më mirë se dhe kështu kanë thonë njerëzit për ty. Andaj mos me pru punën, që edhe sadakaja që i ke dhënë me shku. Hoq, po mos me, thot mos me kry punë, mos me pru punën që thot edhe me hub derën e xhenetit, e cila derë do thotë është apo është për të dyve të xhenetit dhe nuk fitohet ndryshe, do thotë se përveç do thotë përmes këtyre punëve të cilë punë i ka caktuar Allahu Azza wa Jall, dhe përmes këtyre punëve i ka caktuar do thotë edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për kjo është do thotë edhe dera e radhës e xhenetit Allahut Azza wa Jall, e cila pra është dera e sadakas. Desa për derët e arshme dy të fundit, do flasim inshallah në ligjëratën e arshme. Zotit e nasiru elhamdulillahi rabbil alamin.
falëverimet të bëjmë vetëm Allahut Azza wa Jall, salavat dhe selamat i dhurojmë Muhamedit alayhi salatu wassalam. Jemi në ligjëratën e radhës tek siti ligjëratave të byrët e gjenetit Allahut Azza wa Jall. Edhe kemi treguar edhe për gjerësinë e gjenetit dhe për gjerësinë e byrëve të gjenetit, ndërsa dera e radhës e gjenetit është dera atyre të cilët mundohen për çdo gjë e mbështet Allahut Azza wa Jall, kuptohet më i marrë sebebet. Mundohen që edhe kur smulja i ka plan një herë më mbështet Zotin, pastaj më marrë sebebet. Mundohen që ku ka nevojë në rukje, thotë boj sabër dhe boj rukje në fillim, pastaj do bojnë gjesët e cilat e prishin besimin Allahut Azza wa Jall, këtë çështje i bojnë duke mbështetur në Allahun Azza wa Jall dhe duke ditë që tevekuli apo mbështetja në Zotin xhallahu ala është prej veprave më madhore të zemrës. Dhe zhebër të cilën e dhënë Allahu Azza wa Jall. Dhe çdo të çështë të cilën e prish besimin apo tevekuli, duhet me ditë që e rënon edhe besimin edhe tevekuli. Çka do thonë? Do thotë tevekul, do thotë mbështetja apo mbi të Allahu Azza wa Jall për të arritur mirësitë e dunjas, mirësitë e fesë dhe për të larguar çdo gjë që e dëmton në robën këtë botë, edhe duke qenë i bindur se mjafton Allahu Azza wa Jall robi të tij. Edhe nëse kërkesa e robit banohet, duhet të qenë i bindur që kërkesa me fjalë banohet për shkak të dijes dhe urtësisë së Zotit, dhe duhet të qenë i bindur që përkundër që mbështet Zotit duhesh me i marrë edhe sebepat. Pra duhet me i marrë sebepet edhe me e punon. Për këtë arsye, Allahu Azza wa Jall ka thënë wa ala rabbihim yatawakkalun, robët e sinqertë të Allahut ata edhe të cilët mbështeten te Zoti xhallahu ala. Për këtë arsye Allahu ka thënë gjithashtu me yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbuh. Kush mbështetet Allahut Azza wa Jall, Allahu i mjafton atij. Pastaj fa Zoti laysa Allahu bikafin abdah. A nuk i mjafton Allahu robit e tij. Thotë Ibn Qayyim rahimahullah, tevekuli është rrepa dhe zemrës e lartë. Është mbështetje në Allahun Azza wa Jall, duke ditë që Allahu është ai që të mjafton, ta zgjedh ato që është më e mira për ty, dhe duke ditë që zupalin e Zotit, do thotë nuk ka sukses dhe nuk ka bereqet. Mirë po, nëse për shembull ka plan smundje, a duhet që vetëm me mbështet Zotit edhe mos me marrë surbet? Jo. Duhet me marrë shkaqe së vetet, me kërku ilaçe. Dhe në një gjë tjetër nuk e prish tevekuli dhe mbështetjen në Allah subhanahu wa ta'ala. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yartayr. Nëse ju i mbështeteni Allahut Azza wa Jall, me mbështetje që e kërkon Zoti, Allahu ka më furnizuar që furnizon zobun del park zgazur nga folia dhe kthehet park mbushur, do të thotë duhet patjetër me kërkuar rrezikun, me marrë sebepet, normalisht ka thënë mbështet në Allahun e sa të mëshirë. Tevekuli realizohet dy forma. Forma e parë është me alo punën Allahut Azza wa Jall edhe me marrë sebep. Edhe ti marrë sebepet, pastaj leja Zotit xhallahu ala ta sjellë Allahu Azza wa Jall ty atë çka është më e mirë. Dhe ti do të kanë thonë që njerëzit të raport me tevekulin janë tre lloje. Lloji i parë i njerëzve është njerëz të cilët i mbështeten Zotit edhe nuk i marrin sebepet as pak. Një njeri i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ta lidhi devën e të mbështetem Zotit apo ta lidh devën e të mbështetem Allahut Azza wa Jall. I tha i dëmua Allahu vletën një ardema e pastaj mbështetet Zotit xhallahu ala. A normalisht se kjo është, do thotë ajo që njerëzit shumë e bojnë gabimesh. Thotë ti miri se lepat, pastaj leja çesh në Zotin xhallahu ala. Grupi i dytë i njerëzve është ata që zemrën e tyre lidhin me sebepet, ndërsa Allahu Azza wa Jalla lejnë anash, Allah na vujt. Zoti ka thonë innal amra kulluhu lillah. E tërë çështja i takon vetëm Allahut Azza wa Jalla. Andaj nuk guxon me lidh zemrën as për hoxhin që bën rukje,
as për mjekun që ti cakton ilaçe, por lidhe për Zotin e mjekut, Zotin e hoxhës dhe ilaçe. Ka se pa izin Allah të zogje, as ilaçe nuk kanë pas ndikje. Andaj muslimani i mbështet Zotin xhallahu ala. E treta është i merë sebebet dhe i mbështet ka Allah të zogje. Ashtu siç ka qenë udhëzimi edhe i Zotit, po siç ka qenë edhe udhëzimi i pejgamberëve të Allahut azza wa jall dhe udhëzimi i njerëzve të mirë. Mi për funja fundit, na kemi një bimje që ka thënë Zoti, wa yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu. Wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir. Nëse Allahu e ka caktuar thot me ndodh diku një keqe, nuk ka se të bosh me ja lëvu. Nëse ka caktuar me ndodh një mirë, as do s'ka kush mundsi me ndal. Edhe shka të fund, wa huwa al-hakimul khabir. E ke këto bën, Allahu azza wa jalla i bën se është i urtë, edhe është bukur mirë, i njohur për gjërat, thot për të cilat gjëra kanë nevojë njerëzit. Normalisht ata të cilët i mbështeten Zotit xhallahu ala, thot kanë mëkon prej dhe thot atyre personave të cilët thot janë 70 fëmijë që kanë me hyrë në xhenet pa udhëgarit, dhe normalisht po thonë ka dënim dhe ata bën më qep, thot të lumtur nëse me foto takoj Zotin xhallahu ala, por shkak se ka qenë për atyre që thot ju kanë mbështetur Allahu azza wa jall. Andaj muslimani i mbështet Zotit për shumë arsye. Arsyeja parë është se Allahu i do ata që i mbështeten atij. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Allahu i do ata që i mbështeten atij. Pastaj e dyta është i mbështetet Zoti xhallahu ala, se Allahu ka bërë që me mbështet atij. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ta Allahu dhe të mbështetet mbështetën besimtarët. I mbështetet Allahu muslimani, se e treta Allahu i mjafton atij. O me yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbuh. Kush i mbështetet Zotit, Zoti i mjafton atij. Ose lejse Allahu bi kafin Allah, nuk i mjafton robit. Allahu azza wa jall i mbështetet Allahu azza wa jall. Se pa Zotin robi o zero, edhe i mbështetet Zoti xhallahu ala, se mbështetja e Allahut është një nga 8 dyert e xhenetit. Allahu na mëson me mbështet atij. Hajde më smiru, alhamdulillahi rabbil alamin.